Selam aleikum hoq, çfarë sure mundemi me jalshu djalit kur është në xhama? Aleikum selam. Asnjë sure. Kur'an të fjet mos lësho asnjë sure. Para se me fjet mundesh me lëshu sure, ama kur e ka zonë gjumë s'ki nevojë me lëshu sure fare. Nëse është fëmijë i cili e dën çfarë gjurmë, po kështu pa keq kuptim, se Kurani nuk është gjurmë, Kurani është qetësi dhe bereqet, por mësuaj me diçka me lëshu, për ndryshe s'flen rahat, atër ban me lëshu cëllën do sure, nuk prish punë. Pse unë e preferoj që mos më mësu fëmijët të fjet me ju lëshu sure. Ma mirë është mos me lëshu. Nuk po them që është ndaluar, po ka mundësi mos të jetë shumë edukative, po them shumë me Kur'anin, nëse bëhet një gjë tillë, se ulemat kanë diskutuar nëse kemi ra me fjet edhe në dhomë kemi lanë fjetjes lëshut Kur'anin deri në sabah aprish punë, kanë thënë nuk është shumë edukative, edhe pse nuk ma sakta nuk kanë që prish punë, po nuk është shumë edukative. Ti flan Kur'anin lëshut ma mirë me enal. Edhe në këtë rast të fëmija, kisha me preferu nëse veç e ka zonë gjumë edhe flan pa Kur'an, nalja.